Ishte në veri, Enver Haradini, sa po e kishin hek pi salës operacionin, një gjendje shumë e rëndë. Pas një 2 ore, ka orë Dauti, bujari, edhe aj e kish marrë plumi këtu dhe kish dalë në anën tjetër. Fatmirësisht që i kish pështu në fulla, po e kisht pa mujsh me asë një pikuj me marë, Dauti pa shëru mirë, me kratë lidhun ka dalë në front. Kur e Shpetim Roba edhe kërkoj me ja prezentu gjendjen, edhe i thash nuk e di doktor, ky asnjëherë nuk po nshon zo, e sigurt ka dhimbje shumë të forta, po asnjëherë nuk po na thot që kom dhimbje, edhe pse na e kishim terapinë e krejt, po kur nuk e maj mend që e kanë shu një gjomë, as ditën, as natën, as me thonë që kom dhimbje, nuk po muj me përballu. Kur ra spitali Jerzniqit, edhe mu më thojnë, hajde ki me ardhë në Branac, se ka shumë plagosën. Atëherë u dasht mu bardh pacientat e spitalit Jerzniqit, edhe mu bardh edhe me ardhë në për shtëpia. Ishte në veri, Enver Haradini, sa po e kishin hek pi salës operacionin, një gjendje shumë e rëndë. Pas një 2 ore, ka orë Dauti, bujari, edhe aj e kish marrë plumi këtu dhe kish dalë në anën tjetër. Fatmirësisht që i kish pështu në fulla, po e kisht pa mujsh me asë një pikuj me marë, më kujtohet kër e kom prej sistemin infuzionit, edhe e kom bo atë zorën që shkon infuzioni, ja kom qitë një grim me alak buzë. Nuk ka vënu shumë edhe krejt ajo shtëpi dykat që Adrian Krasniqit është mbush me të plagosën, se do më thonë krejt plagosnit që ishin në spitalin e Jerzniqit u koncentru në për shtëpiat në Branac. Jo veç aty, po dhe në shtëpia tjera, por shtëpia e Bat Xhafer ka qenë 2 katë dhe podrumi që përplot e mbushur me të plagosën. Na që kemi qenë në Antares, gjitha imi bardh në atë spital, këto që i përmenda infermierët. Edhe ish një punë, jo qa që letë, se na ishim infermierë, por në asnjëherë nuk ishe pas i plagë. Plagë të luftës, me fiksator në kom, sa po kishtë dalë për operacionit. Kujtohet, doktoresha Atim ka arë me një listë terapisë, që na e quajmë lista e terapisë dhe temperaturës, edhe ka thonë që to duni mi adhonë edhe shkoj se tash ishit të i bardë edhe tjertë. Ja kemi fillu na në bazë regulorës që kishë shkru mjeku që me dhonë terapinë, edhe aty një muj dit e kemi trajtu Enverin, bujari edhe Dauti, ata posa Dauti pa shëru mirë, me kratë lidhun ka dalë në front. Një i presheves përbis i jes në hak, po nuk e më kujtuat e emri, këta ka qenë matron, do më thonë një mujdit. Enveri ka pas komen, në abdomen ka pas, nuk e di sa zordh, atëherë o konë doktor Shpetim Robaj, është operu nëse nuk gaboj nga doktor Avdyl Krasniqi që ka qenë në spitalin e Jerzniqit, se atëherë na nuk kemi qenë, se komanda na kish vendos neve me popullat civile dhe ishim vendosën ato fshata Lugbaranit, ata që kanë qenë mjek në Jerzniq, po sa e di, ka qenë doktor Avdylit që e ka operu, komen e majt nëse s'ka bëj, ka pas krejt fiksatorat. Në abdomen i ka pas, do me thonë, mëj me thonë 20-30 kepje që na i thojmë, se thojnë zdi sa metra zor o dasht mu shkurtu për shka klendimeve që i ka pas, një djallë shumë i fort, që kur për një muj dit nuk e kom një herë të nëshu një gjomë, edhe pse kanë qenë dhimbta shumë të mëdhaja. Më kujtohet kur e Shpetim Roba edhe kërkoj me ja prezentu gjendjen, edhe i thash nuk e di doktor, ky asnjëherë nuk po nshon zo, e sigurt ka dhimbje shumë të forta, po asnjëherë nuk po na thot që kom dhimbje, edhe pse na e kishim terapinë e krejt, po kur nuk
e maj mend që e kanë shu një gjomë, as ditën, as natën, as me thonë që kom dhimbë, nuk po muj me përballu. Ka qenë një moral i tyne që pak kun e ki pas, s'kom pas mundësi me pas, ndoshta të tjetër kush. Do isha me ja lidh pozita e dorës tina ish këtë formë. Jo që nuk isha pas rast me bo një fashim t'il, po vetë pozicionit i një komandantit, t'jep ke atë frikën e mos veprimit kryerjes punës tonde që shduhet. Edhe pap që po më dridhen durët edhe tha, moter, ama mu, qështu duhet, edhe tha, lidh, edhe unë jam si tonë të tjertë. Dhe më thonë, edhe trajtimin edhe krejt ka ndosht me bo njajt, pa dalime, po normal që për respektit, ndoshta ka qenë ajo edhe dridhja e durve që ty vetë vetivt ka ardhë.